Ndahet nga jeta sismologu I njohur shqiptar një herazi dhe profesori I njohur I sismologjisë Shoqëria Liaj. Lajmi I trisht është mësuar nga reagimet e familjarëve të sismologut, të cilët bëjnë me dije se Shoqëria Liaj mbylli syt për gjithmonë në moshën 90 vjeçare. Me dhimbje të thellë njoftojnë ndarjen nga jeta të vjerrit tim të dashur, profesor doktor Shoqëria Liaj, një nga figurat më të shquara të shkencës shqiptare dhe një emër I paharruar I sismologjisë shqiptare. Për familjen tonë, kjo është një humbje e madhe dhe e pazëvendësueshme. Ai do të kujtohet gjithmonë me respekt, mirënjohje dhe dashuri për jetën dhe veprën që la pas, shkruan Nusja e Liajt në postimin e saj. Autor dhe bashkautor I monografive shkencore, teksteve mësimore dhe librave shkencor, me 105 artikuj shkencor dhe 84 punime shkencore të referuara në simpoziume, Liaj do të mbahet mend si një nga kontribuesit më të mëdhenj të sismologjisë shqiptare. Kujtojmë se pas tërmetit të rënd të 26 nëntorit të 2019-s, lëkundjet e të cilit ishin aq të forta, sa lanë në qiell të hapur dhjetra qytetarë në Durrës, Liaj qetësoi shqiptarët duke bërë me dije se nuk priten më tërmete shkatruese në Shqipëri edhe për rreth 100 vjet. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.